Ka nisur punimet për ndërtimin e një parku të ri lojrash në Voskopoj, një investim që do të shërbejë jo vetëm fëmijëve të zonës, por edhe vizitorëve të shumtë që zgjedhin fshatin turistik gjatë gjithë vitit. Hapësira e re do të krijojë kushte më të mira për argëtim, çlodhje dhe kalimin e kohës në familje, duke pasuruar ofertën rekreative të Voskopojës. Banorët e vlerësojnë nisjen e këtij investimi dhe shpresojnë që ai të pasohet edhe nga projekte të tjera për krijimin e hapësirave publike. Kjo është një gjë shumë e mirë për fshatin tonë. Shumë e mirë, se duam që fshati të ketë gjëra të bukura, të ketë gjëra të çlodhemi e tjera. Turist ka shumë, ka lëvizje? Ka lëvizje në Voskopoj, ka lëvizje në të premte të shumë të diel, ka shumë lëvizje. Ditët e javës më pak. Shumë mirë të keqë nëna, ta kishit të bërë edhe më përpara, është një mrekulli po ta bëni këtë gjë, si për fëmijët dhe për ne pleqët. Tu vin nga ne anës. Këtu është një mrekulli. Jo se jemi neve këtu, po këtu është një mrekulli. Vetëm pastërtinë duam, edhe gjërat të jenë të tëra më rregull. Parku i ri pritet të kthehet në një tjetër pikë tërheqëse për familjet, duke plotësuar ofertën turistike të Voskopojës me një hapësirë të dedikuar për fëmijët. Investimi synon të përmirësojë cilësinë e shërbimeve për banorët dhe turistët, duke e bërë fshatin edhe më mikpritës për vizitorët.